cila është ajo arma sekrete që e bëri Iranin të përballojë një konflikt që tashmë ka shkuar rreth mbi një muaj dhe që të vazhdoj akoma të sulmojë në këtë rast Izraelin? A kanë të bëjnë me përgatitjet përgjatë viteve të fundit që e prisnin një konflikt të tillë, apo është terreni i atill që u mundson këtë gjë, apo janë fortifikimet e nëndeshme ku një sër ekspertësh mendojnë që kjo është një nga armët sekrete që Irani e bën të paprekshëm qofshin edhe nga bombardime më të forta amerikane? Do filloj nga kjo e fundit, të paprekshëm nuk ka në këtë botë, nuk ka vende të paprekshme, por gjitha këto që thatë ju përveç këtij cilësimit fundit janë të gjitha reale, gjitha të vërteta. Dhe unë do thoya që përgjigja është pak nga të gjitha nga këto. Do të shtoj edhe një diçka tjetër që nuk po thuhet shumë shpesh, po që është një pjesë, besoj unë, kryesore e aftësisë së Iranit për të rezistuar. Irani, duhet të thënë më pikë pari që Irani nuk ka mundësi për ta fituar ushtarakisht luftën. Irani ka mundësi që të ngrejë çmimin e luftës, të duroj shkatrimin dhe të ngrejë çmimin e luftës për ekonominë botërore, dhe duke ngritur çmimin e luftës për ekonominë botërore, duke përfshirë sa më shumë shtete, duke e bërë të pamundur ekzistencën njerëzore në vendet e gjirit, duke bombardimi i shteteve të gjirit, të GSTC-s që quhet, që janë shtetet e kooperacionit ose kooperimit të gjirit persik, ka pikërisht këtë pikë synim që ta bëjë të pamundur jetën atje, t'i bëjë këto vende ose të zgjedhin ose të vazhdojnë luftën për ekzistencë në krah të Shtetit Bashkuar të Amerikës, ose të nënshtrohen Iranit. Nga ana tjetër, Irani synon gjithashtu që të përfshijë sa më shumë vende, ekonomia të cilëve preket, pikë pari Evropa, e cila gjendet e pafuqishme për të bërë ndonjë gjë në këto kushte, të cilën presidenti Trump e sfidoi që të hapë gjirin e Hormuzit, ngushticën e Hormuzit, tha nëse nuk deshet të na ndihmonit në kuadër të NATO-s, atëherë ne amerikanët naft nuk kemi nevojë, shkoni dhe gjeni vetë mënyrën se si ta hapni ngushticën e Hormuzit, kur ju na e kërkoni ndihmën ne do t'ju japim, ndryshe nga ju. Por ajo që nuk është përmendur aq shpesh është Irani ka bërë një ndryshim radikal në mënyrën se si i drejton artilerinë dhe raketat, ka ndryshuar nga sistemi me satelit amerikan, ka shkuar në sistemin me satelit kinez Beidou. Dhe kjo ja mundson që t'i shmanget shumë prej mënyrave të interceptimit ose të kapjes së raketave në ajër. Gjithashtu Irani ka një strategji, siç duket, të mirë menduar prej shumë kohësh, ku në fillim përdori raketat e vjetra për t'i bërë kundërshtarët Izraelin dhe Shtetet Bashkuara që të përdorin raketa interceptuese në mas, dhe tani që numri i raketave interceptuese ka rënë, përdorin artilerinë më të rëndë, përdorin raketat më të mëdha, 1 tonshë, 2 tonshë, bile edhe 4 tonshë, të cilat shkaktojnë dëme më të mëdha. Gjithsesi, duhet thënë përfundimisht që Irani është në fazën e rezistencës dhe nuk ka shanse që ta fitojë në mënyrë kinetike luftën, por ka shanse që duke u sjell në mënyrë strategjike t'i krijojë vetes hapësirë për t'i mbijetuar një konflikti dhe për të dalë fitues në mënyrë strategjike dhe jo ushtarake. Kjo mbetet për t'u parë, sepse çdo lëvizje e Iranit sjell pastaj kundërlëvizje të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe aleatëve të tyre, dhe siç e thash më parë, unë nuk do të flija gjumë rehat nëse do të isha një nga udhëheqësit iranian në këto ditë. Si lexohet në opinionin publik amerikan telefonata e tensionuar që raportohet se ka pasur zëvendës presidenti amerikan J.D. Vance me kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu? Në këtë rast, a ka qenë vërtet Izraeli ai që e ka shtytur apo e ka futur në një luftë Amerikën përballë Iranit, apo kemi të bëjmë me një koalicion që tashmë kishte marrë këtë vendim për të luftuar kundrejt Iranit, sepse sipas telefonatës mësohet se J.D. Vance i ka thënë Netanyahut se ishte ti që na e bëre shumë të lehtë këtë luftë dhe
tani jemi drejt një fundi që s'po mbaron. Shikoni, pikë pari, unë do të deklaroj që nuk e di se si ka qenë telefonata, nëse ka pasur telefonat, apo si ka qenë telefonata, dhe në rast e luftës, si që kemi thënë dhe më parë këtu, nuk duhet besuar shumë çka që del nëpër media, sepse është pjesë e një propagande për të drejtuar vëmendjen e njerëzve. Por, pa e ditur se çfarë ka ndodhur, duke marrë për të mirëqenë atë që është thënë mediatikisht, unë do të kisha pak kujdes në interpretimin e saj si ashtu siç është bërë deri më sot. Pse e them këtë? E them sepse Shtetet Bashkuara të Amerikës pikëparë kanë treguar me kohë se nuk e vendosin interesin e askujt tjetër përpara interesit të tyre. Pikë së dyti, nëse flisni me çdo lloj specialistit qeverisë amerikane dhe sidomos me specialistët e shërbimeve, janë jashtëzakonisht shumë të ndërgjegjshëm që pavarësisht aleancës së ngushtë ushtarake dhe politike me Izraelin, nga pikpamja e mbledhjes informacioneve, Izraeli ka qenë dhe vazhdon të mbetet një nga kundërshtarët më të fortë të Shtetit Amerikan, dërgon jashtëzakonisht shumë njerëz për spionazh në vend të dytë mbas Kinës. Pra, në çdo rast, si Izraeli ashtu dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës janë të ndërgjegjshëm që aleanca mes tyre është në bazë të interesave. Këta janë shtetar real, si ata në Izrael dhe këta në Shtetet Bashkuara të Amerikës. E kuptojnë mënyrën se si funksionojnë marrëdhëniet ndërkombëtare midis shteteve. Nuk ka aleancë që të garanton ndonjë gjë. Aleanca më e mirë vazhdon deri në pikën, siç e thash më parë, kur interesi i mbrojtjes së aleatit bëhet më i kushtueshëm se sa mund ta përballojë aleati tjetër. Pra në momentin që interesat e Izraelit bëhen mjaftueshëm të kushtueshëm për Shtetet Bashkuara të Amerikës, deri në atë pikë ku nuk mund ta përballojnë më këtë lloj koste, Shtetet Bashkuara të Amerikës do të marrin vendimet përkatëse. Dhe këtë e din edhe njerëzit që janë në qeverinë Izrael, e din edhe qeveritarët Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pra, më duket reduktive kjo mënyrë shprehje që e futi Izraelin në luftë. Kjo nuk do të thotë që raportet inteligjencës që Izraeli i shërbeu administratës amerikane nuk ishin të drejtuara drejt synimit të Izraelit për t'i përfshirë Shtetet Bashkuara të Amerikës në këtë luftë, sepse është po aq e ditur që Izraeli ka shumë interes, jo vetëm që Shtetet Bashkuara të Amerikës të kishin hyrë në këtë luftë, të hynin, por dhe të qëndrojnë në mënyrë afatgjatë, në mënyrë që t'i shërbejë interesave të Izraelit. Pra, çdo qeveri vepron sipas interesave të tyre dhe vendimet i marrin udhëheqësit përkatës. Nuk do të ishte për mua, nuk është fort afër të vërtetës që të thuhet që qeveria X i futi Shtetet Bashkuara të Amerikës në këtë luftë. Janë vendime që merren në rangje të larta dhe merren për shumë arsye. Njëra nga këto arsye mund të ketë qenë që raportet e inteligjencës së Izraelit ishin më optimiste se sa duhet. Por kjo është pjesë e lojës. Zoti Roy, a mund të ndërtoni projekcion sa i përket këtij konflikti, se si mund të vijojë, mund të përfundojë përmes një marrëveshje mes Shtetit Bashkuar të Amerikës, Izraelit dhe Iranit, apo është një konflikt i cili nuk i dihet fundi dhe mund të precipitojë në vijimsi? Çdo analizë racionale do duhet bazohet në atë që ndodh në terren. Pra, është e pamundur që po të isha i aftë parashikoja këtë, do të isha miliarder. Fatkeqësisht nuk jam ende. Por mund t'ju them që racionalisht disa janë rrugët e mundshme. Njëra rrugë është që të gjitha palët të deklarojnë fitoren dhe të tërhiqen. Mirë po, është e pamundur që këtë ndodh për sa kohë që ngushtica e Hormuzit është e mbyllur. Realisht ngushtica e Hormuzit tani më është e mbyllur, madje me hyrjen në luftë të popullsisë Houthi, rrezikohet edhe ana tjetër e transportit, që është Suezi, anijet që kalojnë nga kanali i Suezit. Pra, kemi një problem nga të dyja anët, dhe nëse rrezikohet dhe ai kanal lundrimi, atëherë problemet janë më të mëdha. Duhet parë se si dhe sa do të përfshihen në këtë konflikt fuqi të tjera si fuqi rajonale, siç është Rusia apo dhe Kina. Pra, ka shumë të panjohura
të cilat mund të përcaktojnë fatet e këtij konflikti. Ajo që mund të themi me siguri të plot është që ky nuk është një konflikt që do të zgjidhet shpejt. Ky nuk është një konflikt që do të zgjidhet aq kollaj, dhe është një konflikt që do të përfshi mbi të gjitha hapësirën evropiane, në kuptimin ndoshta jo të drejtë për drejtë fjalës, por në kuptimin ekonomik të fjalës, sepse Evropa është një nga hapësirat më të varura, së bashku me pjesën e Azisë, Korea e Jugut dhe Japonia, edhe Kina gjithashtu, të cilat varen nga hapja e ngushticës së Hormuzit. Në momentin që kjo nuk ndodh, atëherë çdo gjë tjetër është e mundur, deri dhe një shpërthim akoma dhe më i gjerë i luftës në të gjitha këto rajonet, sepse siç dihet, Gjermania ka deklaruar hapur që NATO-ja nuk mjafton për sigurinë e Gjermanisë dhe riarmatosja, një lajm tjetër që nuk ju bë shumë bujë në mediat shqiptare, fatkeqësisht mirisht, pikërisht duke vërtetuar edhe që thash që nuk ka një debat mirëfillt, është që kancelari Merz deklaroi që ishte gabim strategjik ikja nga burimet energjetike nukleare, bërthamore, për ta thënë shqip, dhe Gjermania kanë plan jo vetëm të riarmatose të rënd, por edhe të rindërtojë 15 centrale bërthamore, të cilat do t'i shërbejnë nevojave energjetike për industrinë, për të parandaluar ose për të minimizuar deindustrializimin e hapësirës gjermane, një deindustrializim që kërcënon të gjithë hapësirën evropiane, dhe këtë udhëheqësit evropian e din më së miri. Jom Kot, ministri i mbrojtjes italian, shprehu në një dalje publike që nuk është normale për një ministër mbrojtje, që problemet që me të cilat ai përballet e bëjnë që të mos flejë gjithë natën.